Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. Sot kam nderin të prezantoj një sportist karateje, i cili do të na flasë pak më shumë për sfida dhe për benefitet që ka ky sport. Bekim, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje, kënaqësia është e imja që ndodhem këtu sot me ty. Jam shumë e lumtur që të kam. Atëherë, për të gjithë ato që nuk të njohin thjesht si një sportist karateje. Si je në të vërtetë ti? Përshtypja zakonisht për neve, sportistët që merremi me arte marciale, është që jemi pak natyra tegra, po vetën time nuk e shoh tillë. Jam natyrë e urtë, e qetë, e komunikueshme. Jam pak ekstrovert, nëse mund ta them, në marrëdhënie me njerëzit. I egër nuk je? Tashin përderisa bëj një sport që është luftarak, në disa momente duhet të jem nga halli, nëse mund të them influenza, por jo, nuk e quaj veten zakonisht person tegër. Këto sportet luftarake të bëjnë person më të qetë, më të egër, çfarë benefiti ka ky sport ushtarak? Sportet e tilla zakonisht janë edukative, dhe në momentin që janë edukative normal që ndikojnë që jo të qetësohesh, por më shumë të kanalizohesh. Ka njerëz që kanë energji të tepërt brenda vetes tyre dhe normal momenti që nuk e shprehin, ndonjëherë kthehet në agresivitet, kthehet në dhunë, qoftë fizike, qoftë psikologjike, dhe zakonisht artet marciale, duke qenë nga vetemri arte, në benefitin e ushtrimit tyre të japi mundësinë edhe të zhvillohesh, po edhe të qetësohesh dhe të shprehesh. Kanë eksesivitetin e tyre në mënyrë specifike që për çdo art. Në fakt, unë doja të di se si lindi dëshira jote për karate. Unë rrjedh nga një familje sportistësh, i madh ka qenë ish kandidat mjesër sportit në atletik, i pamundur që të vazhdonte karrierën shkaku i biografisë në komunizëm. IMM ka qenë me moshat e voleybollit dhe si më thon, e kam pas një lloj thirrje familjare për pjesën e sportit, po për karate nuk i ka shku në mendje, asnjë përpritje vetëm që unë desha të merrem, po besoj ka lind duke qenë në një moshë kur isha fare i ri. Çfarë mosha? 4-5 vjeç mos gaboj, kanë qenë koha e Dragon Ballit, e Narutos. Edhe për asaj më lindi dhe dëshira e... U inspirova. Po u inspirova që të vazhdoj artet marciale. E kishën mbështetjen e familjes, duke qenë se ky është një sport ushtarak. Që nga dita parë dhe i madh ka qenë ai që ka qenë mbështetja kryesore që unë ta vazhdoj deri më sot, për kushtet e vështira që është praktikosh një sport në Shqipëri. Çfarë të tërhoqi më shumë tek ky sport? E para është natyra që është sport luftarak, siç e thash më parë. Dhe si djalë, mashkull, normal që neve jemi pak më të predispozuar na pëlqej dhuna se sa femrave. Por nuk e di. Duhet ta praktikosh sportin e karate që ta kuptosh se i bukur është. E kishe menduar ndonjëherë që ti nuk do jetoje dot pa këtë sport, do e vazhdoje deri më sot? Të them drejtën, e kam pas ngjësinë që në fillim. Nuk e di pse më ngjiti. Më gjiti që ditën e parë që kam hyrë në dojo, në palesë karate që thohet ndryshe, më ka ngjitë ky sport dhe nuk jam ndamë kurrë. Me gjithë vështirësive që kam pas. Ke pasur ndonjëherë moment të vështirë? Shumë herë. Ke menduar ta lësh? Kam shku deri në limit, po, mos të bëj si kur kam qenë motivuar gjithkohon. Kam dashur ta lej për shumë arsye të ndryshme. Si për shembull, një ndër to. Goditjen time të parë që kam dashur ta lej ka qenë rreth moshës 16-17 vjeç. Kur do të thënë arrita kulmin e nivelit që ofronte Shqipëria atëherë për këtë sport, dhe nuk kishte kurkun me pjesën e dëshirave që kisha unë, rezultatet që kisha. Dhe u detyrova të dal vetë si sportist. I madh u bë trajner, ka këtuar rreth 10 vjet që më ndihmon bashkë me mbikëqyrjen e specialistëve nga jashtë. Dhe një goditje të dytë që e pata rreth vitit 2023. 2023-2024, arsye personale, dëmtime, pjekuria, rehatia, janë shumë arsye që ndikojnë ndonjëherë të bëjnë sportistë. Nuk është vetëm e keqja që të bën ta lësh sportin, por edhe e mira e tepër ndonjëherë ndikon që të largohesh. Po, shqyrë zotit jemi prapë këtu ku jemi sot. Cilat janë dëmtimet që të sjell ky sport? Tashin nëse flasim për dëmtimet i bie ti bëj anti-reklam së karates. Po nga nxirjet, fraktura më të lehta deri te thyrje, problematika të tjera ka.
I ka po. Ajo masani është fat, dëmtohesh në karate, dëmtohesh në futboll, dëmtohesh në balet, dëmtohesh tu ecë në rrugë. Por ti je jurist, çfarë të lidh me karaten? Ndoshta duke qenë gjithkohën i vesh me rrobën e karates, nevoja për të vesh edhe kollar në herë këmishën është e balancon. Krijon një balancë të bukur gjatë ditës që ti e gjen veten, e shpreh veten, zbulon potencial tjetër të vetja jote. Edhe ndonjëherë ato 2-3 orë të servitjes që ti i bën, pastaj ke faktikisht i vlerëson, ku gjithë ditën ke qenë zyrë, ke qenë duke u marrë me shkresa, ke qenë duke u marrë me... Cilin version femrat pëlqejnë më shumë tandin? Të dyja, ju duket intrigues. Intrigon. Po, intrigon. Më shumë kur je i veshur me kostum apo me rrobat e karates? Më shumë kur jam i veshur casual, që jam ul duke u njoftë. Se nuk të zdelas për rrobat e karates. Çfarë ke të veçantë? Unë si bekim apo unë si sportist? Ti si bekim. Unë si bekim, okay. Unë si bekim kam aftësinë për shtatem. Për shtatesh? Për shtatem. Edhe kam aftësinë që të plotësoj. Çfarë plotson? Çdo nevojë që më kërkoj biseda. I plotson kriteret e një femre? E çfarë do lloj femre? Të çfarë do lloj femre, jo, normal, as i mashkull nuk i plotson, sepse çdo femër ka specifikat e saj kur kërkon një mashkull. Po zakonisht në ato marrëdhënie që kam pas nga Me që jemi tek marrëdhëniet. Nga shprehja femës kam qenë deri diku. Me që jemi tek marrëdhëniet. Ke qenë ndonjëherë i dashuruar? Po. Mos gënjej, po. Një herë. Një herë dashuron njeriu? Tashi, bilesëm në TikTok më doli para ca netësh këto teoritë e dashurisë, dashuria parë, dashuria dytë, që janë tek femrat dhe te mashkulli. Tashi unë mendoj që nuk ka dashuri të parë, dytë është një. Ajo që vjen, tamam, që të mëson. O të ngelet për herë, të ngelet shenjë, të bëhet mësim. Mua për vetëm ka ndiku që më ka ndryshuar si person. Më them më ka lartësu. Më ka bërë të arrij ato pjesën e potencialit tim maksimal, por që gjithse cili ka mendimin e vet për pjesën e dashurisë. Dashurojnë një herë, 2 herë, ka që dashurojnë 20 herë. Atit nuk i thu dot që nuk është e drejtë kjo që ti mendon ose ndjen. Momentalisht je i dashuruar? Ja. Çfarë të ka mësuar dashuria që kalove? Që na jes mjafton vetëm ta dush personin. Janë shumë gjëra që ndikojnë për të mbajtur një marrëdhënie. Si për shembull? Kryesorja që mund përmend është dëshira e vazhdueshme për të ecur, po për mos qenë një njëjti person gjithkohon, sepse është si puna e ujit, edhe personi nëse rrin në vend, kalbet, qelbet. Do të jesh gjithmonë në vazhdueshmëri në dëshira për të zhvilluar veten tënde. Si nga brenda dhe nga jashtë. Do kalojmë prapë te dashuria pastaj, por të rrim pak te karateja. Perfekt. Çfarë sakrificash kërkon ky sport dhe çfarë sakrificash ke bërë ti për këtë sport? Sporti i nivelit lart, sporti elitar, kërkon regjim, kërkon frenim nga shumë gjëra. Kërkon që ti jesh gjithkohon i fokusuar, kërkon stërvitje të vazhdueshme, disa orë, jo vetëm 1 ose 2 orë. Sa rëndësishme është disiplina? Është kryesorja. Çfarë disipline duhet të kesh? Disiplina është edhe në momenti që të bie alarmin 5 mëngjesit që çosh për të shkuar në stërvitje, edhe pse je i lodh dhe nuk ke dëshirë çosh, ti prapë çosh vazhdosh. Tani unë dua të di se cila është arritja jote për të cilën të ndihesh krenar. Unë kam 2 medalje. Kam 2 medalje që ndihem krenar, njëra është si trajner, njëra si sportist. Po them të parën që si sportist kam dalë një herë në vend të dytë në Kupë Bote me trind. Ka qenë medalja ime më e bukur, edhe pse nuk ka qenë arenën kryesore që unë ndesha, pa në kampion bote nuk është pak, po ka qenë situata në atë kohë, plus kam pas hetimat me vete, aty edhe ka qenë, su me bami jam shumë i lidh, jam me i lidh se me mamin. Shoha si ngelatra se kur ta ngjoj kësë. Se zakonisht djemtë janë më të lidhur me mamin. Jo, unë jam shumë i lidh me timat. Bëj më shumë dzing me timat, shumë, po jam më i lidh pa
Dhe nuk e mbyll dot ditën, po s'fola, takova tri pak me babin, pse kam trajner, kalim pjesën mbanë kohës bashkë. Dhe medalja më e bukur e imja si trajner ka qenë këtë vit dora një sportistin tim vendit tret në Europë. Medalje historike edhe për Shqipërinë, po edhe për mua si trajner, se pak vite kam që kam hap ekipin tim. Rreth 6 vjet kam ekipin e Tiranës karates. Çfarë të ka mësuar karateja për jetën? Që zhvillimi i vazhdueshëm është ajo që të çon te fitoria. A mendon se të ka bërë më të fortë psikologjikisht? Shumë sepse nuk është vetëm karateja që më ka ndikuar tek forca psikologjike dhe nuk janë vetëm eventet e jetës që më kanë bërë të jem i tillë, janë bashkuar bashkë dhe në mes gjithë vështirësive, gjithë vorbullave të jetës që kam pas që fëmijë, probleme të vazhdueshme. Siç pianisti ka pianon, piktori ka pikturën që shpejt unë kam sportin e karates. Në momentin që futem në tatamin, tapet, ajo ndeshja, ajo lëvizja, ajo është, si më thënë, është mënyra ime për me shpreh veten time ka raste. Ato që ndoshta unë se shpreh do të tas me fjalë. Edhe kjo më ka ndihmuar shumë, sepse mund të ketë pas momente që fatikisht i kam pa gjërat bardhëzi. 20 vite mi ka dhënë ngjyra, më ka dhënë një kuptim tjetër, ndoshta edhe thjesht me të qartësuar. Çfarë këshilli do t'u jepje të gjithë fëmijëve ose të rinjve që duan t'i futen këtij sporti dhe pse duhet ta provojnë? Sporti karates ndoshta mund të jetë sporti më pak i dhunshëm në sajën e sporteve luftarake. Zakonisht sportet luftarake krenohen kur sport është më i dhunshëm prej tyre, siç MMA-ja, boksi ose edhe sportet tjera. Karatea është sport inteligjent. Karatea është sport që kërkon shumë inteligjencë, është sport i kompletuar. Ne godasim me duar, me këmbë, kemi hedhjet, gjithashtu është sport i cili edhe pse është individual e kërkon me do e mos një ekip mbas vetes dhe ti fillon socializohesh, fillon krijon marrëdhënie të cilat mund të kesh për gjithë jetën, siç kam unë, shok nga sporti sot kësaj dite këtu e 20 ca vjet. Dhe është sport i cili të ndihmon të zhvillohesh edhe si person jashtë karates. Mund ka ndihmuar në shkollë, mund ka ndihmuar në punë. Edhe në personalitet. Në personalitet gjithashtu po. Tani do kalojmë tek disa pyetje për jetën personale. Okej. Si është bekimi kur nuk është në sport duke bërë karate? Në gjumë, pjesën e madhe të kohës. Vjen shumë gjumë. Më vjen gjumin e kam pas si terapi dhe si nevojë deri para pak vitesh, pastaj tani që jam edhe në punë, fundjava zakonisht nuk të premton gjumë se ato mos pasurit mundësin fundjavë të bësh 1, 2, 3, 4, 5 gjëra, qoftë me shoqërinë, qoftë me familjen, do i bësh gjithë në fundjavë. Po ditën më të bukura të jetës time që kur flej gjumë. Kur flej atë gjumin e kemi sportistët e kemi kështu si terapi, edhe ushqimi. Çidejet, fast foodet e këto, kur jemi mirë me kilet, i shfrytëzojmë me bukë. Bravo, ju bëf mirë. Faleminderit, gjithashtu na bashkon ajo kur kesh mundësi. Si e kalon kohën e lirë? Shfrytëzoj kohën me shoqërinë. Familja, shfrytëzoj kohën edhe me familjen, edhe pse gjatë ditës ne takohemi shpesh me njëri tjetrin. Mamin dhe babin i kam shtëpi, por edhe me motrën që takohem shpesh. Unë kam edhe nipin karate që e stërvis. Me shoqërinë takohem paktën një herë në ditë. Me ndaj shoqe. Kur ke ka? Jo kur kam kohë, kur jam me dikë që mund të jem edhe në ndonjë lidhje, kaloj kohë, po jo shpesh. Pse? Pëlqen të marr gjërat avash avash. Mendon se është më mirë të marrësh avash avash? Po ti marrësh avash avash, po jo ti neglizhosh. Kjo është kryesorja. Përveç sportit, cilat janë pasionet e tua? Tani sporti dhe avokatia u kupton që janë dy pasione. Kam qef guzhinën. Oh, lumnusja. Kulinaria po më pëlqen shumë. Më pëlqen, çfarë mund të më pëlqej tjetër në gjë që nuk është as sportive, as ligjore. Nuk e di, edhe moda. Moda, rrobat. Rrobat më pëlqen shumë shfletoj. Pëlqen rrobat, më pëlqen të vishem, të mbaj veten, parfumet, aksesorë, orat. Me që të pëlqen kuzhina. Po. Do gatuaje çdo ditë për gruan e ardhshme? Me gjithë qef.
që edhe mos shnoshem, po edhe t'ja tregoj pjesën e dashurisë me një lloj Me gatime tregon pjesën e dashurisë? një pjesë të dashurisë. Po mirë se Po tjetër me çfarë tregon? dashuria fillon nga barku, thon ka rast. Tjetër me çfarë tregon dashurinë ti? Bekimi tanishëm. Bekimi tanishëm. Normal janë këto gjërat materiale, si përfaqësore në fillim që janë dhuratat, të dalurat e tjera, po zakonisht kam kuptuar që juve femrat keni më shumë qejf të dëgjojeni se sa të kuptojeni. Po nëse Se juve s'u kuptojmë dot neve, është e vështirë. Domethënë me atë mendsinë e mashkullit. Po nëse Po ti the gjërat materiale. Po nuk mendon se një person ose ti vazhdon që në fillim të lidhjeve, të njohjes, ti bësh dhurata materiale, do të doj vetëm për atë? Apo kështu jam mbush mendjen? Tani, unë jam i parimit, unë jam te masa që në fillim nuk mund t'jepesh dot 100%. Se unë normalisht siç e the ti mund të doj për atë gjë, po që këtë mosh jam unë 27-28 vjeç, do ishte një gjë e bukur nëse ti në takim parë shkon me një buqet konsiderueshme me lule, pastaj mrapa që fillon lidhja ta ngresh pjacën. Se tash normal ka dhe konkurrencia është. Po. Cila është dhurata më e shtrenjtë që ke bërë për një femër? Nuk kujtohet të them drejtën. Nuk kujtohet, se zakonisht gjërat që bëj me një femër nuk janë gjëra që unë zakonisht i mbaj për vete. Po ti tani e ke pasi dashuri, patjetër që duhet ta mbash mend. Se më duket s'po don të ma tregosh. Po çka ka qenë unaz? Kanë qenë këto agjendarit. Unaz. Kanë qenë, po jo s'ka qenë. Ka qenë, domethënë ka qenë një komplet. Tash më lejo dhe mund të kujton se ka shumë kohë. Kanë qenë se pas ne ishin pushime, kanë qenë. Mos ndoshta i bëri në propozim? Po. Po. Se zakonisht me pushime kanë pas, domethënë kur kanë qenë ajo marrëdhënie që kanë pas ka qenë serioze. Serioze, me unas. Cila ishte përgjigjja që dha dhe si e priti? Po normal që po, se unë e kisha përgatitur terrenin, isha i sigurt do të thoshte po. Sa romantik je ti? Se më duket që je pak romantik. Me kalimin u bën ca vite që më ka rajt çka ajo. Identiteti e ti romancës kam pas qenë më romantik. Pse nuk je më tani? Apo nga që s'ke rënë dashuri akoma? Ndoshta është edhe kjo. Gabim. Ndoshta. Tani unë dua të di pse nuk bie më në dashuri, nuk beson në dashuri, a shumë i zhgënjur nga dashuria e parë? Jo se zhgënjesh, po thjesht hapen syt. Thjesht hapen syt ai kur gjë. Çfarë tu hapën syt ty? Për veten. Për veten. Po. Që ka diçka që s'shkon këtu. Tash i pamja aparenca të gënjen, që çdo gjë duket të perfekt në aparencë, nuk është, ta garantoj. Rëndësi ka që t'janë hapur syt dhe e din çfarë don besoj. Po. Çfarë don ti momentalisht? Kryesorja që mund ta përmbledh me një fjali është një femër të zgjuar, kaq. Po të bukur. Mirë, aparenca është ajo që bën kontaktin e parë. Zgjuarësia është ajo që bën pastaj konsolidon marrëdhënien. Ose krijohet marrëdhënia ose thjesht me çfarë profesioni e don? S'ka rëndësi. Nuk është rëndësishme. E do sportista? Kam zakonisht në sportin e karates krijohen, janë krijuar dhe familje nëpërmjet sportit, po kam qenë gjithmonë kundër. Se kam pas qef nga sporti, biles tjetë dikush që s'ka lidhje fare qoftë me sportin. Po avokata? Ja, se stresohet shumë. Stres edhe ajo pastaj edhe nuk. Po çfarë? Tjetë. Moderatore për shembull, po themi kot tash me qenë. Po si shembull. Po mos e thoj kot ti. Po mirë, se ishte me që po flasim bashkë, ishte shembulli i parë që merr ndërmend. Çfarë vlerëson më shumë tek njerëzit? Mirënjohjen. Mirënjohja është kryesore. Që dashuria jote. Pastaj qenë mirënjohës. Jo, kjo nuk ka bëj fare me pjesën e dashurisë, është në shembuj që kemi pasur një dhe në mësimet që kemi pasur. Cila është ëndra jote më e madhe që akoma nuk e ka realizuar? Dal kampion bote, kampion Europe me sportin tim, është e sporti. Të kem zyrën time të avokatisë është një ëndër tjetër. Të krijoj një familje është
Më e bukura? Është ëndra kryesore, duke qenë se unë kam qenë, ne si familje jemi të pak, po goxha të lidhur me njëri tjetrin, kështu që pjesën e familjes e kam dhe kryesore. Sa fëmijë do të kesh në të ardhmen? Tash unë kam pas një motor, do të thënë e kam akoma se ngjajti sikur la qoft ti ka ndodhur gjë. Unë kam një motor, por që momenti që motra martu dhe shkovi krijoi jetën e saj me burrin e saj, që unë i du shumë, jam shumë i lidhur me të dy. E vuajt e pak, kështu që 3-4 fëmijë do ishte keq. Shumë. Tani kemi disa pyetje të shpejta. Më thuaj. Për ty, do zgjedhësh vetëm një alternativë. Karate apo palestër? Me karaten. Mëngjes apo natë? Natën, se mëngjesi jam pak tip gjumash. Verë apo dimër? Dimër, pa diskutim, biles tani në verën s'jam as vetvetja, e kam e urrej verën. E uren vapën. E urrej. Pushime apo stërvitja? Pushime stërvitje. Këtë gjë bash. Sulm apo mbrojtja? Sulm më mirë, se mbrojtja dhe thyesh. Disiplinë apo talent? Pjesa disiplinës shumë më larg se talenti. Fitore me pik apo fitore me zemër? Me zemër, se ndonjëherë fitoria me pik nuk është e merituar. Medalja ari apo kup? Medalja ari. Të stërvitësh të rinjt apo të vazhdosh garat? Kjo është pyetje shumë pikante. Të stërvis të rinjt. Kafe apo çaj? Kafe. Libër apo film? Film, nuk si kam pas qef librat në jetën time. Aksion apo romancë? Aksion romantik. Muzikë para stërvitjes apo qetësi? Para, gjatë, mbas të vitës, muzika është shoqërim. Makina apo motor? Motori ka filluar të pëlqen shumë adrenalina motorit. Adrenalin. Qytet apo fshat? Hënd pranë të qytet, shtun diel fshat. Të fitosh kampionatin evropian apo botëror? Botërorin. Zemra apo arsyeja? Zemra me arsye, se po jap kështu pyetje. Po okay, këtu do rive vetëm tek zemra. Okej. Familja apo karriera? Familja. I organizuar apo spontan? Spontan, po në disa raste dhe organizuar për siguri. Bjonda apo bruna? Bruna. Të gjatë apo mesatare? Mesatare, se dhe vetë jam i gjatë. Sportista apo zyrtare? Apo gazetare? Gazetare po e li. Okej, super fare. Tani. Pa emisione s'do ngelem na herë. Do jesh shqiptuar çdo ditë. Po. Nëse do të kishe mundësi të ktheje kohën pas, çfarë do të ndryshoje tek vetja? Impulsivitetin. Je shumë impulsiv? Jam pak. Po do me thënë kam saq si impulsiv sa kam dhe shkallën e durimit më shumë si impulsiviteti. Do të ma çosh këtu ku i thonë që dalë impulsiviteti. Kush është personi që të frymëzon më shumë në jetë? Babi. I mat. Ai është kryesor. Çfarë do të thotë suksesi për ty? Suksesi për mua është që rehatia njerëzve që do. Empatia ime e tepërt. Ku e shikon veten pas 10 vitesh? Lumturisht i martuar me fëmijë, me një biznes që ka ecur pas fitoreve dhe pas arritjeve që pa ta ndruar gjithë jetën. Me që jemi tek fëmijët dhe familja, si e don nusën e ardhshme, veriore apo jugore? Tash të them të drejtën, unë si person kam pas historikisht një pikë të dobët për Shkodranet, historikisht. Jeta sodi që marrëdhënien time dhe dashurin time të madhe ishte jugore. Tashi tjetë që tjetë. S'është problem. Jugore apo veriore? Tash unë verior jam vetë. Nga jeti? Unë më origjinë të largët jam atjan. Për shumë të largët. Shumë kam mbi 100 vjet në Tiranë. Edhe tashi qofse heci me brezat i bie që me gjet jugore. Unë ti me më e kam nga Korça. Korçara. Si e qofim.
Të uroj shumë sukses. Faleminderit ty për ftesën. Shpresoj të gjesh personin e zemrës dhe me një familje të madhe, të lumtur, me 4 fëmijë. Edhe Shumë faleminderit. je shumë djalë i mirë dhe të uroj gjitha të mirat sepse i meriton. Faleminderit. Dhe shpresoj të na bësh një ditë krenar të gjithëve, të gjithë shqiptarëve. Po, të bëra krenar, ta premtoj këtu dhe Do vish këtu emisioni i parë do vi. Të falenderoj. Faleminderit, Ishte të kënaqësi. gjashta. Çfarë vibe të dha emisioni Vibe herë? Se harrova të pyes, u bëj gjithëve këtë pyetje. Vibe më të mirë që kam qenë ndonjëherë, shumë spontan. Pëlqen. Bashkëbisedim. Vetëm kafet mungon edhe më po pra. dukte vetja se. Faleminderit. Faleminderit ty. Tani kemi një të ftuar shumë interesant, i cili ka zgjedhur një art jo të zakonshëm. Me performancat e tij me numra magjik ka arritur të habis publikun, por tani do ta shikojmë sa do më habis mua. Klesti, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, të falenderoj që pranove të jesh pjesë e emisionit Vibe dhe shpresoj të na japësh një vibe ndryshe. Po, patjetër, faleminderit edhe ju për ftesën. Atëherë unë doja të di se ku të nisi ky pasion, ky talent. Po, ky ka nisur që i vogël kur unë kisha qef dhe shikoja dhe video në YouTube, tutoriale të ndryshme dhe kisha qef që i vogël që t'isha në qendër të vëmendjes me këto numrat magjik, shikoja magjistarët e tjerë nëpër botë, edhe isha shumë kurioz dhe futesha në YouTube për të parë, domethënë, tutorialet, shpjegimin e asaj, dhe avash fillova duke i bërë vetë, duke i praktikuar dhe sot kemi rritur në një pikë ku kam rreth 6-7 vite që merrem me këtë dhe është diçka shumë e bukur qofse do që t'jesh në qendër të vëmendjes vetëm ti, domethënë. Për sa kohë tu desh që të mësoje? Tani në këtë pikë unë thjesht sa e shikoj vetëm performancën, më duhet vetëm për ta parë dhe e bëj direkt vetë, domethënë gjithë numrin. Përpara po duhesh 1 ditë, 2 ditë për ta praktikuar, për ta mësuar. Si e zbulove këtë talent? Shumë rastësisht, vetëm është e pjesa e aftësive të duarve. Shumë rastësisht e zbulova që që i vogël domethënë, edhe fillova duke u praktikuar sa më shumë. Kush të ka mbështetur? Besoj të gjithë më kanë mbështetur, familja në radhë parë, më pas shkolla, shokët, shoqëria, domethënë të gjithë më kanë mbështetur për këtë pjesë. Për të gjithë ato që nuk e njohin këtë lloj performance, çfarë janë numrat magjik? Numrat magjik nuk ka të bëjë te magjia, domethënë sepse të gjithë mund ta marrin si magji të zezë ose numrat magjik janë thjesht argëtuese, është pjesa e iluzionit të trurit, nuk është sepse ndodh me vërtet magjike, ka një, domethënë, është një numër, një truk. A kërkon shumë përkushtim? Mund të kërkoj shumë përkushtim në fazën që jam unë tani, që po përpiqem që të bëj gjëra akoma më të mëdha, kërkon shumë përkushtim dhe duhet të kesh shumë aftësi për t'i bërë. Çfarë si argëtohet publiku? Sa komente të vinë në ditë kur shikojnë se çfarë bën ti? Vinë shumë komente sepse njerëzit janë dhe kurioz se si ky e bëri, e ke parasysh, dhe domethënë unë jam marrë shumë dhe me rrjetet sociale, edhe ku edhe video ditë për ditë me këto numrat, më kanë ftuar edhe në emisione të tjera dhe janë shumë kurioz për të parë domethënë dhe unë reagimin e atyre dhe është pjesa e komentit të gjithë njerëzve që bëjnë domethënë se si e bëri, si e nxori letrën dhe kjo është. Cila ka qenë performanca më e vështirë që ke bërë deri më tani? Performanca më e vështirë ka qenë ku kam marrë pjesë në një kompeticion Got Talent, ku më është dashur besoj 1 javë për ta përgatitur numrin dhe ajo ka qenë performanca ime më e vështirë. A të ka ndodhur ndonjëherë ndonjë performancë që mos dalë ashtu siç e kishe menduar? Te pjesa me shoqërinë dhe me shkollën, me shokët, kështu me familjarët mund të kenë ndodhur, por në pjesën e televizionit, në kompeticione të ndryshme nuk ka ndodhur asnjëherë, po ka raste, po thjesht mundohem që ta rregulloj. Cili është momenti që publiku pëlqen më shumë? Është momenti në fund fare ku ndodh pjesa e ndryshimit, për shembull që ti ke një letër tjetër dhe jap në dorë një letër tjetër, është pjesa në fund të numrit. Edhe pjesa se si e performon. A ka ndonjë performancë që ruan vetëm në vende specifika? Ka performanca që i ruaj vetëm për kompeticione si Got Talent, që janë performanca që duhet t'jesh në këmbë dhe duhet t'kesh publikun para. A ke marrë pjesë në ndonjë aktivitet apo spektakle të ndryshme? Spektakle kam marrë pjesë në Got Talent, që ishte era ime e parë që dilja në skenë dhe dola shumë mirë dhe merrem dhe me evente të ndryshme ku më ftojnë për ditëlindje,
me fëmijë, edhe vetë edhe performoj numra magjik për fëmijë. Jam marrë dhe me këtë pjesë. Si e pret publiku? Sa e kërkon publiku këtë lloj performance? Publiku këtu e kërkojnë shumë, sidomos fëmijët, sepse fëmijët janë ata që i duan më shumë dhe duan ta kuptojnë se si ti po e bën me vërtet. Dhe janë shumë kurioz këtu në Shqipëri edhe jashtë shtetit, po këtu në Shqipëri për flas për pjesën këtu janë shumë kurioz, domethënë, sidomos dhe fëmijët nëpër evente të ndryshme. Janë shumë kurioz për këto numrat magjik. Cili ka qenë momenti që të ka bërë të ndihesh më shumë krenar? Momenti që ka bërë të ndihem më shumë krenar te kjo pjesë është kur kalova fazën për në gjysmëfinale, kur isha në spektakël në Got Talent. Domethënë që unë mundova shumë për të nxjerrë një numër shumë të mirë dhe mora dhe vlerësimin e jurisë maksimal. Ti ishe në gjysmëfinale, nuk shkove në finale? Jo, në finale nuk shkova. Pse? Nuk e di deri aty, besoj sepse në konkurrent kisha edhe një magjistar tjetër që ishte shumë vite eksperiencë, ishte 50 vjeç dhe kishte shumë vite eksperiencë se mua dhe ishte më profesional normale. Je i kënaqur? Po. Deri këtu tani jam shumë i kënaqur, po përmundohem dhe për më shumë. Në fakt unë dua të di se cili është synimi më i madh i joti në këtë profesion. Çfarë synon? Synimi më i madh është që të arrijë në një pikë si David Copperfield ose si çdo magjistar tjetër me famë botërore. Ti mendon që ta çosh të profesion dhe jashtë Shqipërisë? Po, thjesht tani kam filluar dhe po e mendoj, domethënë që mund ta çoj si profesion, si hobi, le të themi, më lart, domethënë dhe jashtë shtetit. Si e kalon kohën kur nuk je duke performuar? Kur nuk jam duke performuar, unë si gjithmonë i mbaj letrat me vete, në çantë, në xhep, kudo dhe kudo që shkoj, domethënë dhe takoj njerëz, janë kurioz dhe më thonë gjithmonë që mund të na bësh një numër ose të shikojmë diçka. Jam kurioze të di ke ndonjë hobi tjetër veç kësaj? Hobi tjetër përveç kësaj jo, thjesht lojrat që mund të bëjmë volejboll, futboll. Për pjesën e hobit te letrat. Kush të frymëzon më shumë në këtë jetë? Si kush më frymëzon te pjesa e numrave? Te pjesa e numrave më frymëzojnë magjistarët e tjerë me famë botërore, si unë kam ndjekur 2 magjistar, David Blaine edhe David Copperfield. Kë pëlqen më shumë? Më shumë është David Blaine, sepse David Blaine merret më shumë te letrat, është dhe një iluzionist tjetër shimlin dhe i ka jetur shumë dhe marr dhe nga ata. Inspirohem domethënë. Ke lexuar për magjin? Ke informacion për magjin? Jo. Dhe mendon të bësh gjëra më lart se sa të bësh magji me letrat, le ta quajmë magji, me numra magjik. Numra magjik. Tani avash po filloj dhe për të lexuar libra, po thjesht siç e thash, kjo është thjesht numër, është një truk. Dhe ato numrat e ndryshme që janë me zhdukje personash, janë thjesht truke. Por thjesht po mundohem që avash me kalimin e kohës të mësoj dhe të ngrihem më lart. Cila është ëndra jote më e madhe? Ëndra ime më e madhe është që të bëhem i famshëm, të kem një famë botërore te kjo pjesë. Të ka ndodhur ndonjëherë që dikush ti kërkoj dhe ti zbulosh sekretin në një performancë? Po, të gjithë kanë kërkuar, sidomos pas shfaqjes ose me shokët, por pjesa më e bukur është që nuk tregohet, sepse të gjithë magjistarët nuk i tregojnë sekretet e tyre. Cila është pyetja më e shpesh që merr nga njerëzit në cilin ti performon? Pyetja më e shpesh është që, domethënë, habia reagimi që vjen pas asaj dhe si e bëre, domethënë kjo është pyetja, jo, ose ka dhe disa persona që thonë more këtu dhe fute këtu, por pyetja më e shpesh është domethënë që si e bëra. Janë dashuruar ndonjëherë vajzat me ty vetëm nga performanca që ke bërë? Deri tani jo. Po thjesht janë kurioz të gjithë. Edhe vajzat? Po, edhe vajzat. Kush janë më shumë kurioz, vajzat apo djemt? Të dyja, nuk mund t'i ndaj dot, të dy. Dhe vajzat dhe djemt. Nëse do doje ta bëje një vajzë për vete me numrat magjik. Po. Çfarë strategji do përdorja? Domethënë me letra, qofse ajo kërkon për shembull një numër, është vetëm te pjesa e reagimit në fund, ke parasysh i afrohesh domethënë duke i performuar një numër me letra. Tani kam disa pyetje të shpejta për ty që do zgjedhësh vetëm njërin. Sken apo televizion? Televizion.
Performancë e madhe apo private? E madhe. Numra apo letra? Numra. Mëngjes apo natë? Natë. Ver apo dimër? Ver. Det apo mal? Det. Kafe apo çaj? Kafe. Film apo serial? Film. Libër apo podcast? Libër. Instagram apo TikTok? TikTok. Qytet apo natyrë? Qytet. Planifikim apo spontanitet? Planifikim. Të udhëtosh apo të rish në shtëpi? Të udhtoj. Karrierë apo kohë me familjen? Ko me familjen. Zemra apo arsyeja? Zemra. Çfarë vibe të dha studioja? Në një vibe shumë të mirë, domethënë dhe studia shumë e bukur, edhe po ja kaloj shumë mirë. Të falenderoj tani. Është momenti që të performosh dhe të më habisësh mua. Okej, në rregull. Jemi gati. Po gati. Atëherë po fillojmë një pago me letra. Po. Okej, në rregull dhe i tregojmë në këtë mënyrë që janë gjitha letrat e ndryshme, duken? Okej? Po. Dhe thuaj diku stop, ku duash ti? Stop. Okej, merre këtë letrën, tregoj edhe te kamera, unë nuk po e shikoj. Okej, në rregull dhe vendoste prapë aty ku e more. Atëherë letrat e tjera janë gjitha sipër. Po. Okej, dhe qofse unë trokas gishtat, del një letër e parë. Ishte kjo letra jote po apo jo? Po. Por qofse në letrën që zgjodhe ti e mbyllim dhe i përzijim pak letrat. Okej, i përzijim gjitha në këtë mënyrë. Dhe mund ta vendosësh gishtin kur unë t'i bëj letrat në këtë mënyrë, thjesht vendose gishtin ku duash ti. Këtu? Te kjo letra i sigurt apo do ta ndrosh? Jo aty. Okej, merre dhe tregoje. Del prap letra që ti zgjodhe. O zot. Okej, vendose prap letrën këtu. Dhe pjesa më e bukur, po i përzij përsëri letrat në këtë mënyrë. Dhe mund të ti presësh letrat në një vend ku duash ti. Okej, dhe ti preve prap te fani që ti zgjodhe më parë. Por qofse unë trokas gishtat në këtë mënyrë, i tregojmë dhe dalin gjitha letrat fan. Okej? Si ndodh kjo? Si duket, janë gjitha letrat fan. Po japim dhe në tavolinë. Si të shikohet. Wow. Kjo është një numër shumë i bukur që ka dashur domethënë maksimumi 2 ditë për ta mësuar. Nuk di çfarë të them. Tani, këtu kemi një pago me letra, ku janë gjitha letrat e ndryshme, Po. dhe ti duhet zgjedhësh një letër, çfarë duash ti. Ta tregosh te kamera, mua nuk do ta tregosh. Okej, vendose këtu sipër. Dhe pri letrat, dhe hapi këtu te dora ime, pri ku duash. Okej, dhe letrat e tjera po jedhim sipër letrës Okej. që ti zgjodhe. Okej, dhe qofse me një lëvizje gishtash. Okej, dhe japim letrat, dhe duket që janë gjitha letrat normale apo jo? Po. Dhe vetëm një letër del e kuqe nga gjithë pakoja. Atëherë sa përqind mendon se kjo letra e kuqe mund të jetë letra që ti zgjodhe? 10%. Dhe po e hapim dhe del treshi me zemër që ishte po apo jo? Yes. Dhe qofse e marrim treshin dhe e mbyllim, është e kuqe, e mbyllim dhe vendosim këtu. Okej? Dhe thuaj diku stop, ku duash ti? Stop. Okej. Atëherë çfarë mendon se është kjo letra e parë, e kuqe apo e zezë nga poshtë domethënë? E kuqja. Okej, ti e gjetë me të parën. Është e kuqe. Është çupa diamant ose karo. Qofse e marrim dhe e mbyllim në këtë mënyrë dhe thjesht me një lëvizje të vogël, mund ta hapësh pak dorën në këtë mënyrë. 3, 2, 1. Okej? Dhe këtu del treshi me zemër dhe të lutem hapi pak këtë letër këtu. Ua jo! Jo! Dhe del çupa karo. Ua, të mërshme. Dhe po vazhdojmë prapë me këtë pago me letra, sepse unë nuk është se dhe qofse një pago me letra të thjeshta, unë nuk ka rëndësi, letrat domethënë me çdo pago mund t'i bëj, por thjesht janë letra më profesionale domethënë. Okej? Po i përzijim letrat. Në këtë mënyrë.
Okej, dhe tani ti duhet zgjedhësh një letër, çfarë duash ti? Nga gjithë paka, mua nuk duhet ta tregosh. Okej, tregoj edhe te kamera. Më thënë ti letrën e zgjodhe vetë sipas preferencës tënde dhe thuaj diku stop, ku duash ti? Stop. Okej, vendos të letrën. E mbajtë mend? Po. Okej, po e tregojmë edhe një herë. Okej. Dhe letrat e tjera unë po jedh gjitha sipër. Okej? Dhe duhet i përzijej këtu. Okej, i përzijejmë dhe në këtë mënyrë. Dhe nuk e di pse mendoj se ti mund të kesh zgjedhur letër të zezë, them unë. Okej, po i përzijej edhe një herë letrat dhe po bëj një lëvizje shumë të vogël dhe po i vendosim këtu. Dhe po marrim telefonin. Duket? Po. Dhe qofse heqim klefin e telefonit. Okej, dhe këtu del një letër brenda. Merë dhe hape. Dhe del letra që zgjodhe në fillim. Okej. Jam shumë e shokuar. Jam shumë e habitur. Si mund të ndodh kjo? Atëherë po bëjmë dhe një numër tjetër dhe zgjidh një letër, çfarë duash ti? Okej, tregoj aty. Në rregull? Dhe thuaj diku stop, Stop. vendos të letrën. Okej, letrat e tjera po jetë gjitha sipër. Okej, dhe duhet i përzijej pak këtu në tavolinë. I përzijej dhe në këtë mënyrë. Okej, dhe unë do marr 4 letra dhe do t'i tregoj ty. Okej, po marrim 1, 2, 3, 4 letra. Do t'i tregoj ty të katra. Në rregull, kemi Po. vetëm 4 letra. Ishte kjo letra jote, po apo jo? Jo. Si ishte kjo? Jo. Okej, po e vendosim këtu për momentin. Ishte kjo? Jo. Okej, kanë ngelur dhe 2 letrat e fundit? Ndonjë nga këto? Jo. Asnjë. Ha. 100% i sigurt. Po. Okej, qofse i vendosim të katra këtu dhe mund ta bësh pak dorën në këtë mënyrë? Okej, dhe i marrim të 4 letrat dhe i vendosim këtu. Okej, dhe mbaj normalisht. Dhe janë 4 letra. Okej? Po. Hape. Ua! Dhe del letra që ti zgjodhe. Ua, çfarë është kjo? Faleminderit. Kemi kohë të bëjmë dhe një numër tjetër. Po. Dhe kjo është shumë i bukur me letra. Dhe po i përzijim letrat. Okej, dhe ti duhet marrësh një letër, çfarë duash ti, mos ma tregosh mua. Okej, tregoj aty. Ma jep letrën e qofse e marr dhe unë e fus me kujdes diku nga mesi i pakos. Okej, e vendosim në mes. I përzijejmë këtu. Okej, i përzijejmë në këtë mënyrë. Dhe vetëm me një lëvizje të vogël gishtash, thjesht del direkt e para. Kjo ishte po apo jo? Po. Okej, marrim letrën. Dhe tani thjesht duhet të thuash po me këtë pako, duhet të thuash diku stop. Ku duash ti? Okej? Stop. Këtu apo do edhe pak, ti e di? Aty. I sigurt? Okej, merr letrën. Tregoje. Në rregull? Ma jep mua. Po e marr dhe po e vendos diku nga mesi. Okej, letrat i përzijej gjitha. Okej, i përzijej edhe në këtë mënyrë. Dhe unë këtu kam lënë një pako që në fillim, këtë të kuqen, dhe këtu është i vizatuar një magjistar. Po. Duket? Dhe qofse fokusohet kamera me kujdes këtu, okej, në rregull. Edhe qofse i japim letrat me kujdes në këtë mënyrë dhe ky magjistari fillon dhe lëviz dhe heq kapelen dhe fut dorën te kapelja. Duket? Edhe nga kapelja nxjerr një letër që del pesa me zemër. Ishte kjo po apo jo? Po. Kjo ishte. Faleminderit.
Jam, nuk di çfarë të them. Çfarë mund të them, regjia, ju lutem më ndihmoni. Ishte kënaqësi, falenderoj shumë për këtë performancë kaq të bukur. Shumë faleminderit. Realisht më ke lënë pa fjalë dhe do doja shumë që të gjithë ta provoni një herë këtë lloj loje, le ta Po. quaj. Po. Është shumë interesante dhe shumë e bukur. Të falenderoj shumë, je një djalë fantastik dhe Shumë shpresoj të faleminderit. kesh shumë sukses dhe të jesh aty ku ti do. Falenderoj. Sot në studio kemi një të ftuar shumë të veçantë. Ai vjen nga Indonezia, por prej kohësh jeton në Shqipëri. Ai ka rëmbyer zemrat e shumë shqiptarëve, jo vetëm se flet shqip, por ai dhe këndon. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Jam shumë e lumtur që të kam. Edhe jam shumë e lumtur që ftuar. Si lindi ideja për të ardhur në Shqipëri? Dhe prej sa kohësh jeton në Shqipëri tashmë? Totalisht 3 vite gjysmë, sidomos 4 vjet. Erdha këtu në 2021, por ktheheva në Indonezi për një vit. Nuk isha plan për kthyer, por ktheheva prap. Dhe tani jam student në një universitet këtu në Tiranë, edhe kjo është viti i parë për masterin. Super. Pse zgjodhe pikërisht të jetosh në Shqipëri? Në fillim nuk kisha arsye të veçante, vetëm për shkak të bursën, por për tani, hera e dytë, vendosa vetëm, dhe unë doja të ktheja këtu, se më pëlqen më shumë Shqipëria, më pëlqen më shumë natyra të Shqipërisë, më pëlqen më shumë njerëzit të Shqipërisë. Çfarë të pëlqen më shumë në Shqipëri? Ushqimi? Jeta është shumë më qetësi krahasuar nga Indonezia. Edhe mund të jetoj me qetë, por edhe me modern. Me So, modern. po, balans. Super fare. Po, a ka diçka që të habiti më shumë tek shqiptarët? Në fillim, në mënyrë për të folur, se jemi nga Indonezia, ne flasim me zëri shumë i qetë, shumë i vogël, por këtu Ne bërtasim, kemi zërin e lartë. e lartë, por tani jam përshtatur. Edhe ushqimi. Në fillim ishte shumë i vështirë, se unë nuk ha kosh, unë nuk ha buk me sup, unë nuk ha buk me oriz, unë ha buk vetëm me çokolata, edhe kosh është këtu i parë, i njës, që do tavolin ka kosh edhe buk, por unë nuk ha farë. Por tani qik më mirë. Cili është ushqimi që të pëlqen më shumë në Shqipëri? Nuk mbaj mend emrin, por për shembull fasule. Fasulja të pëlqen? Po, edhe burek me gjizë, edhe me salcice, me spinaq. Shi, paske, edhe mua më pëlqen byreku. Që do ditë unë ha, në mëngjes. Po tjetër çfarë han? Me çfarë ushqesh gjatë ditës tjetër veç byrekut në mëngjes? Pilaf dhe fileto pule, edhe sup me pule. E kishe të vështirë të mësosh gjuhën shqipe? Ishte shumë i vështirë, se nuk kishte shumë resource në internet për të mësuar, edhe fjallore janë shumë të ndryshme nga gjuhën time edhe nga gjuhën tjetër, unë besoj, se unë besoj Shqipja është një gjuhë që më vjetër, edhe s'ka familjen, prandaj shumë i komplikuar, sidomos për gramatikore. Se në Indonezi, për shembull, kok vetëm kok. Subject, object, vetëm kok. Por këtu në gjuhën shqipe, kokën, kokëve, kokët, shumë Për ta zgjedhuar po. është e vështirë. Po Shqipëria të pëlqen? Cili është vendi që ke vizituar në Shqipëri dhe të ka pëlqyer më shumë? Gjirokastra, Vlora, Shkodra, të gjitha. Edhe Dibra për Mallin. Ku je nga? Me origin? Unë jam nga Peshkopia, nga qyteti i Dibras. Nga Dibra. Unë kam qenë në Dibër një herë, dhe më pëlqen më shumë rruga dhe mall, Mali. edhe me ata lumi. Lumi drin. Do Super. ikim përsëri bashkë në Dibër, Pse jo? në qytetin e Peshkopis. S'kam qenë në Peskopis, por do ikim bashkë. po, shkojmë bas. Tani,
A ka ndonjë zakon Shqipëria që në fillim të zhdukur i çuditshëm? Çuditshëm s'ka besoj. Një, se në Indonezi kur takua me njerëz, nuk si të thuash, Për qafe, për qafim. për qafim edhe me edhe ka shumë se përshëndetje si jeni, qa bon që kemi. Si ke nga shtëpia. Në Indonezi, hi, hallo, vetëm ashtu është. Nuk përqafoni? Nuk përqafoni dhe nuk Ja. në top është vetëm shake hands. Ashtu është. Ashtu. Por këtu në Shqipëri ishte shumë i çuditshme për mua edhe se djali me djali nuk punon në Indonezi, por këtu normali. Të pëlqen tani kjo e përdor ti këtë metodën që i takon mua? Po, është super për mua edhe respektuar besoj. Po. Shqiptarët kanë shumë respekt, por unë dua të di se sa mikpritës kanë qenë shqiptarët për ty. E ndjerë ndonjëherë si anash, si i bullizuar, apo ke qenë gjithmonë një ngrohtë, të kanë pritur me ngrohtësi të gjithë ato që ke takuar? Shumicën e kohës mikpritës, por unë kisha përjetuar një experience me si është rasizëm ose bully. Pa. Por ishte në fillim se unë nuk flisja shqip, por kur unë nisa për të folun shqipën, ata të jenë më mirë. Por në atë kohë unë nuk e di qa ndodhi, por ata vetëm çuna të vogla. Çuna të vegjël? Po, të vegjël. Por unë besoj ishte vetëm shaka. Shaka, Po. pa. S'ka Po ti bullim e të bote, serioze. mor çfarë do të bullizojnë ty? Vetëm si. Nga që je i huaj, nuk Pa. je shqiptar, Po, kuptoj. edhe shko i kims vetëm ashtu. Po tani çfarë mendimi ke për shqiptarët? Për shqiptarët ju kam zemrën time. Se unë mbaj mend një herë në autobusi në ditën e nënës. Ishte një grua në autobusi edhe më puet qa po bën këtu në Shqipëri edhe unë tash jam student edhe ajo më jep mua lekët se ti je student, ti ke nevojë për këtë sjell edhe të uroj jetën të bëkofte. Super. It's like njëri i panjohur, zonja i panjohur, por ajo ishte shumë i mirë. Do me thënë, ky është momenti më i paharrueshëm. Pa. Edhe unë kam disa familjen, ata janë familjen të shokun tim, por unë tani si familjen ture. Për darkën, për drekën, çdo ditë një herë një javë për shembull. Edhe Ke është shok super. të ngushtë ti këtu? Po. Të ngushtë është më Best të mirë. friend. Pa, kam. Prandaj prindërit e ti tani si prindërit tim. Po familja jote ka qenë ndonjëherë në Shqipëri? Jo. S'ka asnjëherë. Të mbështesin, duan që të qëndrosh në Shqipëri apo duan që të rikthehesh në Indonezi? Tani nuk kam menduar për këthuer se fokusohem në studi në universitet, por kam mendje për të vizituar, por për të këthuer totalisht nuk kam mendje se të jam i sinqert, jam tani jam përshtatur këtu në Shqipëri Nuk do të rikthehesh? se sa në qytetin tim në Indonezi. Do me thonë, kam qenë larg nga shtëpia ime për 10 vjet. Prandaj tani Pse ke qenë larg për 10 vite nga shtëpia jote? në fillim isha për shkollën, për se shkolla e mesme, vetmi, pa familjen, edhe kisha bursën në një qytet më të larg nga qytetin tim. Prandaj qyteti tim tani si unë nuk jam vendasit atje. Nuk e njoh gjëra.
Kam shumë ka shumë gjëra të ndryshe dhe njëri ka ndryshe, nuk e di vetëm familjen time dhe ata që jetojnë atje. Gjithë të tjerë nuk e njoh tani. I njoh shumë gjëra këtu edhe përshtatur me shumë gjëra këtu. Në fakt unë doja të di se pse pikërisht zgjodhe të vish të studiosh në Shqipëri kur ti kishe mundësi të studiosh në çdo vend tjetër të botës. Po. Unë nuk kisha ide far për të ardhur këtu në Shqipëri për të studiuar, por isha në gap pas shkolla e mesme për 2 vit, unë nuk shkova në universitet, edhe kam një ofron nga Taiwan, por edhe kishte një ofrohej për bursën për Shqipëri. Unë në atë kohë doja të shkoja shumë në Evropë, edhe Shqipëria paka shumë është në Europë, prandaj unë zgjidhja. Edhe pastaj kërkoja disa informacion nga internet, edhe disa informacion më thanë që Shqipëria është super, dhe vendosa për të ardhur. Ke miq nga Indonezia në Shqipëri? Po, për student jo, por ata që punojnë këtu. Jemi 70 ose 80, po, se jemi në një grup WhatsApp-in. Si është një ditë normale për ty në Shqipëri? Zgjohesh në mëngjes? Si vazhdon rutina jote? Rutina ime në mëngjes, ha mëngjesin. Burekun? Edhe shkoj në universitet, edhe ktheva, bëj video për të kënduar, edhe bëj disa editing, edhe fle, dhe vazhdo ashtu. Po jetën e natës e frekuenton ti? Në natës vetëm takoj me disa shokut, por shqiptar, se në natë unë nuk kam besim? Jo, unë nuk kam njëri nga Indonezia që nuk mund të takojmë në natë, vetëm me shqiptar, për kafe, ose vetëm për eci. Po në klab nuk ke qenë në klab? Jo. Nuk të pëlqejnë klabet? Shko në gjami. Bravo! Sa mirë! Edhe në park. Të liqeni. Të liqeni, të pëlqen aty të liqeni, është qetësi. Edhe për perëndimin, super. Edhe perëndimi është bukur. Domethënë ti që je person i qetë që pëlqen perëndimin, ecjet. Nuk je person i zhurmshëm që pëlqen klabet. Jo. Por nëse unë më duhet unë nuk më pëlqen zhurm kur nuk është në sken. Kur jam në sken, jam në rregull. Po ti thej që unë shkoj në xhami. Po. Je besimtar? Po, jam. Se jemi në Indonezi, majority jemi muslima. Jeni muslima? Po. Po alkohol pin ti ndonjëherë kur del me shoqërinë? Jo, alkohol jo, sigaret, duhani jo, prandaj këtu në shokët e mi këtu në Shqipëri, pse nuk pi duhan, pse nuk s'ka arsye e veçante, se nga kur isha fëmijë deri tani s'kam provuar. Se ke provuar? Po. Edhe nuk kam nuk kam dëshirë për të. Po. E kuptoj. Po femrat shqiptare të pëlqejnë? Ata janë e bukur si ti. Bukur, zgjuar. Super, edhe mikpritës, edhe kam një shoqja nga ajo është nga Kuksi, edhe një tjetër nga Saranda. Ata janë shumë të mirë, se kur kam koha më të vështirë, ata gjithmonë më ndihmojnë. Po tani, pse nuk u thua publikut ton të dashur që sot të shtuar dhe një shoqe tjetër? Në shoqe tjetër, po. Sot kam shoqe tjetër, ajo është nga Dibran. Por, si keni emrin? Unë jam Klea! Klea jam Kimi. Sa i bukur je, mërdial. Faleminderit, edhe ti. Edhe më ke dhënë një vibe shumë pozitiv. E di ti që emri emisionit tim quhet Vibe. Aha. Çfarë vibe të dha? Energjik. Po, hajdeni. Vale. Tani,
Ti edhe këndon shqip. Po. Po, a? Okej, si lidi dashuria jote për të kënduar shqip? Më pëlqen më shumë të këndoj, por për këngët shqiptar sa fillova du muajt më parë, se në ato kohë shoku unë isha në dhomë dhe qa po bën për të bëj në Instagram edhe në TikTok. Edhe më erdi ideja, pse nuk këndoj shqiptar, pse nuk mësoj gjuhën nga këngët. Dhe në atë kohë unë fillova me një video, mësova një këngë nga Alban Skenderaj, unë besoj ishte Pranvera, edhe ka disa komen atje, pozitiv, edhe e bëra tjetër nga Juli Baka ishte gëzuar Baftiar, se një kërkes më erdi, edhe ai video e bëri virale. Cili është këngëtari që dëgjon më shumë? Që dëgjon më shumë është Yuli Baka, edhe Alban Skenderaj, Alban Skenderaj, edhe të tjetër që këndojnë popullore si Bledar Dapa, Fatjon Dalipi, edhe kush është ajo nga Vlora, Maja Liçkaj, edhe Mariklin Haziza i Gjoj. Po ti në gjokë gjithë nga jugu, po nga Veriu nuk dëgjon? Nga Veriu, se për mua, nga Veriu, që është nota, është pak më lartë, edhe kam zëri shumë i vogël, më duhet kem shumë effort për të mësuar. Edhe kam mësuar një këngë, është nga Puka, besoj, është Vendit e Mia, titulli. Por, oh my god, o zoti, është shumë i lartë, por edhe këndoja një herë nga Kuksi, është Besja Kuksianit. Këndo këtë nga Puka një herë, na këndojmë banë me në tekstin? Jo, edhe në atë kohë se nuk kap notët, unë nuk vazhdoja, por se ishte kërkesa nga shoqja ime të klasës, unë e thash në herën tjetër do ta bëj. Edhe ti duhet të mësosh dhe këngë Veriu, të dëgjojsh dhe edhe nga Dibrani apo jo? Nga Dibra pra. Po, do ta bëj. Do ta bësh pra, më premton që do ta bësh. Cila është kënga që dëgjon më së shumti, çdo ditë thuajse? Çdo ditë, për momentin unë dëgjoj çdo ditë nga Juli Baka shumë këngët, për shembull Baba Tomori, ata popullore, se unë nuk dua të bëhem një këngëtar në popullore edhe prandaj unë dëgjoj çdo ditë këngët të Ylit. Çfarë fjale të pisë din shqiptare që e përdor? Edhe në gjuhën time, në anglez, unë nuk flas me fjalën keq, nuk për njerëz në rregull, por unë nuk ndihem mirë. Mirë, nëse ti e thua. Por unë i njoh disa. Për shembull, budalla ose kjo është, çfarë është? Shumë keq çfshfshe. Por nuk përdor. Cila është fjala më e vështirë shqiptare? Ata është dos mos mëros edhe si është gossip, tashtëmizëm, tashtëm diçka, edhe gossip në anglisht është gossip, ose backbiting në anglisht, por në shqip është tashtëm. Tashmë. Tashmë. Vetëm tashmë? Tashmë. Jo, tashmë. Shumë i gjatë është, nuk e di çfarë është. Edhe ata fjalë që i fundit kanë shme, mrekullueshme, zakonshme, përgjithshme, dhe ata që kanë y dhe l, se nuk kemi në Indonezi, për shembull yli, për të bërë y shumë i vështirë për mua. Prandaj unë në fillim se uli, vetëm uli. Jo Kim, nuk është uli, yli. Okej, do ta mësoj. Pa tani kam mësuar. Ke ndonjë histori qesharake që të ka ndodhur në Shqipëri? Histori, shoku ime më tha disa informacion, për shembull ditë varësit, për shembull në 19 edhe 12 apo jo. Edhe
për Ismail Qemali, për Qemal Stafa, për ata socialist, për Enver Hoxha, disa informacion, por nuk jam i mirë në histori, besoj. Okej. Tani do të kalojmë te disa pyetje të shpejta që ti do zgjedhësh. Pa. Shqipëri apo Indonezi? Të duja, Njërën. të dyja, Okej, për pushime, ku do zgjidhja? për pushime në Shqipëri. Det apo mal? Mal, Byrek apo baklava? burek, Kafe apo çaj? kafe. Tirana apo Bregdet? Bregdet kush është? Ku është? Det. Det. Durrësi, Vlora, Saranda. Det. Det. Ver apo dimër? Dimër. Muzik popullore apo moderne? Të dyja, por popullore më shumë. Ylli Baka apo Ervisi? Ylli Baka. Mëngjes apo nat? Nat. Një fjalë shqip që e përdor çdo ditë? Përshëndetje. Që kemi? Një ushqim shqiptar që nuk do të ndërroje me asgjë. Të ndroja më të mirë. Pa, më të mirën. Si është? Fasule. Një vend në Shqipëri që çdo turist duhet ta vizitojë. Thet. Thethi është i bukur, Pa. të pëlqen ty. Edhe Valbon. Si do e përshkruaje moderatore me 3 fjalë? Moderatorja jam unë. Bukuroshe, Mhm. edhe klasik, Aha. edhe zgjuar. Edhe vibe energjik. Energjik, pra. Është i njësh. Njish, ë? Po, energjik është i njësh. Aha. Më duhet të jem si ajo. Klea. Si Klea, Energjike. energjik, pozitiv, energjik dhe të ndëruar. Super. Pra ndaj e bëra unë. Tani, me që më përshkruajte, edhe unë kam 3 fjalë për të përshkruar Kimin. Është shumë i bukur, është shumë i dashur, është shumë i qeshur, dhe është thjesht fantastik. 4 ishte. 4. Po, e përmbledha, je fantastik, pra. Tani, do? Do këndoj dhe kërcej. Bravo, nisim. Po, Hajda. i par është nga Ylli Baka, Baba Tomori. Okej, e nisim. Hajde ni. Si një yllin rritur more, lart në qiell shkoi, shënjtëri e ti o more, o Baba Tomori. O si një yllin rritur more, lart në qiell shkoi, shënjtëri e ti o more, o Baba Tomori. Ashtu është i parë. Edhe unë besoj ti do shumë Ervis Behari apo jo? Bashk. 1, 2, 3. Ku të zurin ata mbrëma, hëna moje bukur hëna, këmba këmbes të jam vëna, hëna moje bukur hëna. Hajde bas. Lule moj lule ti, ku humbe nuk e di, beta duke të vritur veç ti shohun natasu, me tu kam rënë hal, ma fal buzen ma fal, si nuk me të një fjal. Dale, 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 dale moj se më lodhe, dale, 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 dale moj hëna, dale, 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 zemra në tok ma hodhe, unë vetëm të kam. Kam një tjetër, është për ata që janë Gjirokastra, si është? Hajde, Gjirokastrit. Pa, kam këtë këngë për Gjirokastrit. Hajde. Hajde Gjirokastra, ju përshëndesim gjithë Gjirokastritët. Gjirokastra ime, fjala mjall të këngës, ku dhe guri fleto moj, me gjuhën e zëmrës, me gjuhën e zëmrës, me gjuhën e gjanit. Gjirokastra ime moj, kurore vatanit, nuk ka shqipëria, as bota e tërë, o fike floriri, mbi malin e gjërë.
Ashtu është. O të lumë të goja mër ty. Si e Flori. Faleminderit. Tani, do na këndosh të çuni babit, mashallah. Aha, Ha çunin e në babit sekond. i herë. Çuni babit apo jo? Po. Është nga Fatjon Dalipi. Nga Fatjon Dalipi që e përshëndesim Fatjonin. O qëni babit mashallah, e ka babi me sevda. O qëni babit mashallah, e ka babit me sevda. O qëni babit mashallah, e ka babit me sevda. O qëni babit mashallah, e ka babit me sevda. O mlindi djale, u s'gjova shumë, zemra ime po bënë lum, e djeli honre zë kanë lëshu, për këtë djal që më kanë linë mu. O qëni babit mashallah, e ka babit me sevda. O qëni babit mashallah, e ka babit me sevda. Super. Tani, unë të falenderoj shumë që isha pjesë e emisionit Vibe, të uroj shumë sukses Faleminderit dhe shpresoj të jesh po kaq i qeshur gjithmonë dhe shumë faleminderit për energjinë e mirë që më dhe për këtë muzika kaq të bukur që na performove. Do të jesh gjithmonë i mirë pritur dhe tashmë ne po e themi prap publikisht, ne të dy do të jemi shok shumë të mirë, dhe do vizitojmë dhe Peshkopin së bashku. Çfarë do t'u thuash të gjithë shqiptarëve që të ndjekin? Njerëz të dashur, bëjmë pozitiv, mendojmë pozitiv dhe të uroj jetën plot me bekimet, me gëzim edhe të uroj suksese në jetën tuaj. Dhe mbyllja më e bukur? Shihemi. Pace. E ku ka më bukur që mbyllja e këtij programi të ishte me muzikë dhe kërcim. Ja pra kështu erdhi fundi këtij episodi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni ta ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.